Është botuar së fundmi në gjuhën maqedonase libri studimor për ndjekje e maqedonasve nga fshati Prespa Gorna Gorica, 1924-1933, me autor Vasil Sterjovski. Monografia është rezultati një ulëmtimi shumë vjeçar dhe i kushtohet një prej kapitujve tragjik e deri më tani të studiuar në mënyrë të pamjaftueshme të historisë së maqedonasve në zonën e Prespës. Fati i fshatit Gorna Gorica përbën një shembull domethënës të sfidave politike, shoqërore dhe kombëtare me cilat u përball popullsia maqedonase e Prespës gjatë periudhës mes dy luftrave botërore. Duke u mbështetur në dokumente arkivore, korrespondencë diplomatike dhe dëshmi të ruajtura në kujtesë në banorëve, monografia rindërton rrethanat që çuan në shpërnguljen masive të goricarëve në prill të vitit 1933, si dhe pasojat e kësaj tragjedie për komunitetin maqedonas. Libri e vendos tragjedinë e Gorna Goricës në kontekstin më të gjerë historik të Prespës së poshtme, duke dëshmuar se përplasjet politike dhe interesat gjeopolitike të kohës patën pasoja të drejtë për drejtë mbi jetën dhe fatin e popullsisë vendase. Monografia është e ndarë në 7 kapituj, të cilët trajtojnë zhvillimin historik, shoqëror, ekonomik e kulturor të fshatit Gorna Gorica, si dhe fatin e popullsisë së tij maqedonase. Autori Vasil Sterjovski e konsideron këtë monografi si një kontribut modest në studimin e historisë së maqedonasve në Prespë dhe shpreh shpresën se libri do të ndihmojë në ruajtjen e kujtesës historike për një kapitull të vështirë por të rëndësishëm të së kaluarës së komunitetit maqedonas. Përveç dokumenton tragjedinë e Gorna Goricës dhe shpërnguljen e goricarëve drejt Jugosllavisë në vitin 1933, libri paraqet edhe një studim të gjerë mbi historinë e zonës së Prespës nga fillimi i shekullit të 20 deri në prag të luftës së dytë botërore. Botimi ka ngjallur interes te komuniteti maqedonas, studiuesit, mësuesit dhe intelektualët. Për shkak të rëndësisë së temës dhe interesimit të krijuar, parashikohet që monografia të përkthehet edhe në gjuhën shqipe, duke bërë këtë studim të qasshëm për një rreth më të gjerë lexuesish e studiuesish.